falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhrisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: a i di ti kushtet e fesë tënde? Shariati është ligj dhe grup rregullash me të cilat përfshihet e tërë jeta e njeriu. Të gjitha sferat e jetës janë të përfshira dhe të shpjeguara me ligjin e Zotit. Përmes këtij ligji rregullohet marrëdhënia e njeriut me krijuesin. Po ashtu rregullohet marrëdhëniet në martesë dhe familje, marrëdhëniet ndërnjerëzore, si edhe fusha e dispozitave ndëshkuese, përkatësisht përcaktohen sanksionet për shkelje dhe mëkat. Fusha e parë që rregullohet nga shariati është ibadeti. Këtë fjalë shpesh e përkthejmë si adhurim, por në thelb, sipas përkufizimit të fesë sonë, e tërë jeta e njeriut, çdo hap i tij në këtë botë duhet të jetë në shërbim të Allahu xhalla shanuhu. Fjala ibadet është e vështirë të përkthehet në mënyrë të plotë, por mund të shpjegohet. Ajo përfshin një grup dispozitash që rregullojnë marrëdhënien e njeriut me krijuesin dhe përfshin 33 kushtet apo shartet me anë të cilave ky raport i me Zotin bëhet i plotësuar. Që dikush të mund të thot për veten e tij se është musliman, besimtar, mu'min, duhet t'i di dhe t'i jetojë këto kushte të fesë sonë. Të parat prej tyre janë kushtet e imanit. Pra, amantu billahi. Unë besoj në Zotin, në engjëjt, në pejgamberët, në librat, në ditën e gjykimit dhe në caktimin, në kaderin. Këto kushte, të cilat duhet të banojnë në zemrën dhe binjen tonë, janë të vërtetat themelore të fesë sonë. Që të quhesh besimtar, duhet t'i besosh të gjashta në mënyrë të barabartë. Mos e dhënë të Allahu të mohohet ndonjëra prej tyre, sepse kjo do të thoshte të shkelje në kufër, pra në mohim të fesë, e kjo do të thoshte të ecë në një rrugë që të çon drejt dënimit të përhershëm. Secili prej këtyre kushteve, nëse është thellësisht i rrënjosur në zemrën tonë, jep fryt dhe e ban fen tonë, besimin tonë të dukshëm. Ai na bën të njohur në mjedisin tonë përmes praktikimit të fesë nëpërmjet kushteve islame. Shahadetin e dëshmojmë, e ai është qelsi i suksesit tonë në të dia botët. Namazin e falim që të kemi mbrojtjen nga mëkati dhe prishja këtu në këtë botë dhe që të shpëtojmë në botën tjetër. Agjërimin e mbajmë për të forcuar imanin dhe për të bërë të gatshëm për më shumë sakrifica në rrugën e Zotit. Zekatin e japim duke dëshiruar të pastrojmë veten dhe pasurinë tonë dhe ta bëjmë atë të sigurt nga shkatrimi. Haxhi është detyrim për muslimanin e pasur dhe një privilegj, sepse ajo që ofron haxhi nuk mund të blihet askund, as të gjendet tjetërkund, përveç në vendin prej nga Ibrahimi alayhis salam e bëri thirrjen dhe ku Muhamedi alayhis salam u mësoi sahabëve rregullat e haxhit. Çdo musliman, sipas mundësive të tij shëndetësore dhe pasurore, duhet të jetojë këto kushte. Të parat, kushtet e imanit i përjeton brenda vetes, ndërsa kushtet islame i jeton, i zbaton dhe në këtë mënyrë e manifeston besimin e tij. Allahu xhalla shanuhu ja ka caktuar njeriut, i ka urdhëruar pastërtinë në çdo gjë. Me shpallje, ai urdhëron që para se të paraqitemi para tij,
duke u kthyer ka kibla, të lahemi, të marrim abdes, ne veç e kemi cekur në xhuman e kaluar këta, me ajet kuranor, se sa farze i kishte abdesti. E tash, kur kemi pak ujë, e kufizojmë abdesin vetëm tek ajo që duhet të lahet. Kur kemi ujë të mjaftueshëm, do të ndjekim sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke kryer abdesin me gjitha veprimet që kemi mësuar si nxënës të mektebit për ta plotësuar atë. Në të njëjtin ajet, ku Allahu xhalla shanu urdhëron të marrim abdes para namazit, ai urdhëron edhe gusullin që e kemi cekur edhe këtë. Mashkulli musliman dhe femra muslimane, kur janë të gatshëm të qëndrojnë në xhami dhe të bien në sejdë para Allahu xhalla shanu, Islami nuk i pranon të papastër. Ai nuk lë hapësirë as mundësi që të ecësh i papastër, përveç në situata të jashtëzakonshme ku lejohet tejmumi. Kjo është pastrim simbolik me dhe. Nuk është pastrim në kuptimin fizik. Është vendosje në ndërgjegjen tonë e një kufiri mes gjendjes së papastër dhe të pastër. Mes atij që nuk është i denjë të qëndrojë para Zotit dhe atij që është i denjë të falenderojë Allahun xhalla shanuhu për dhëntit e tij. Tejmumi është pastrim simbolik me dhe, fiktiv. Në thelb është kthimi i njeriu në rrugën e fesë, rikthimi i Zotit në ndërgjegjen tonë dhe vetvetes në mbrojtje të urdhrave të tij. Kushtet e tij janë niyeti, qëllimi, fërkimi i fytyrës me duar pasi ato kanë prekur një send prej dheut, fërkimi i dorës së djallë dhe të majt në të njëjtën mënyrë, pra këto janë farzët e tejmumit. Çdo musliman duhet t'i di këto dhe të di se tejmumi pushon së vlefshmi kur eliminohet arsyeja për cilën u mor, e kjo arsye mund të jetë mungesa e ujit ose sëmundja e njeriu që e kufizon në përdorimin e ujit. Namazi është themeli i fesë sonë. Kështu thot Muhamedi alayhis salam, dhe që ky themel të jetë i shëndetshëm, i fortë dhe i qëndrueshëm, ai duhet të kryhet siç duhet. Disa thonë, s'ka nevojë hoxha të na këshilloj, i lexojmë dhe i ndëgjojmë nga telefoni. Dëgjimi nga telefoni është i mirë, varet nga kush e merr, por zemra ka nevojë për udhëzim të drejtë për drejtë. Hoxha nuk flet për veten, por për ata që duan të jenë të orientuar në rrugën e drejtë. Namazi, si themeli fesë sonë, ka kushtet dhe rregullat e veta. Duhet të pastrohet trupi, rroba dhe vendi ku falet. Duhet të pastrohet nga papastërtia fizike. Duke qenë se kushti tjetër kërkon pastërtinë e trupit, ky lidhet kryesisht me pastërtinë nga haram. Nuk jemi të pastër për namaz nëse brenda nesh ka haram, siç është alkooli ose ushqim i të tjetrit që është fituar në mënyrë të padrejtë. Kushti për namaz të saktë nuk plotësohet nëse rroba jonë është e papastër. Muhamedi alayhis salam paralajmëronte veçanërisht për ruajtjen nga urina, por gjithashtu thoshte se edhe nëse një dirhem e vlerës së rrobës është fituar me haram, rroba është e papastër për namaz. Edhe vendi ku falet namazi duhet të jetë i pastër, fizikisht dhe nga ana e pronësisë, pra të mos jetë posedim i uzurpuar ose i dikujt tjetër. Duhet të merret abdesi dhe nëse ka nevojë të lahemi, ndërsa në rast nevoje përdoret tejmumi për të arritur gjendjen e pastërtisë. Por namazin nuk duhet të lihet. Nuk ka justifikim për ta lënë namazin. Nëse për arsye të justifikuara lihet, atëherë do të falet më vonë, por nuk do të harrohet. Duhet të jemi të veshur në mënyrë të hieshme dhe të duhur. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu urdhëron: o bijtë Ademit alayhis salam, vishni bukur kur doni të falni namaz, kur hyni në xhami. Namazi është qëndrim para Allahu xhalla shanuhu. Prandaj duhet të vishmi heshëm dhe të shkojmë të zbukuruar në xhami. Nuk është e përshtatshme të vishen pantallona të shkurtra deri në gjunjë,
pak poshtë gjurit dhe të shkojmë në xhami. Kjo mund të jetë e lejuar sipas shariatit, por nuk është e heshme. E saktë është të vishesh sipas nevojës. Nëse nuk ke tjetër për të veshur, por ndryshe duhet të shkojmë në namaz të veshur me dinjitet. Nuk mund të shkosh në institucionet e shtetit me bermude. Nuk lejohet sepse nuk është e heshme. E ti do të shkosh në xhami. Komuna, ministria, konsulata dhe institucionet të tjera janë shtëpi të njerëzve. Këtu, Allahu Gjellëshanhu është mitëpriti jonë. A do të shkojnë të papastër para Zotit të gjitha krijesave? Që ki parim themelor i fejës son të jetë i saktë, ai duhet të krijet në kohën e duhur. Kohët e namazit janë të qarta dhe pritja për namaz është vepër që Muhamedi a.s. e thekson veçanërisht. Nuk është e heshme të vanohesh në namaz me xhamat. Ka vëllezër që e kanë bërë zakon, sikur kushti i tyre për namaz të jetë të vanohen. Për shembull, thirr ezani, ai në vend që të jetë para ezanit, ai vjen pas ezanit në xhami, pasi që është mbyll libri i melekëve që qëndrojnë në derën e xhamisë. Namazi mund të vanohet, por kjo ndodh rrallë. Kur falet namazi në shtëpi, nuk ka vonesë. Ai nuk shtyhet. Muhamedi a.s. thoshte se më e mira është të falësh namazin në kohën e tij. Që namazi të jetë i saktë, duhet të kthehemi ka kibla. Këtë e urdhëron Allahu Gjellëshanhu wa Gjelle Gjelaluhu. Tradita jonë është e tillë që të parët tanë dinin si ta drejtonin shtëpin në raport me kiblën, si ta vendosin shtratin në raport me kiblën, dhe si ta drejtoje tualetin por mos tjetë në kiblë. Kibla gjithmonë ka orientuar muslimanët, jo vetëm në hapësirë. Ata që duan të jenë të orientuar, të dinë se ka është kibla përmes namazit, dhe namazit do t'i udhëzojë në rrugën e drejtë. Para namazit duhet bërë niyeti, të vendosur që do të falesh dhe se cilin namaz do të falesh. Niyeti në të vërtetë qëndron në zemër, por ne e shprehim edhe me gjuhë, duke theksuar qartë se po falim namazin e sabat, namazin e drekës, ikindis, akshamit, jacis, gjumas dhe namazin e bajrameve. Niyeti me zemër dhe me gjuhë, duke ruajtur çdo kusht të themelit të fesë sonë, dhe le të mbetet kështu. Sot, megjithatë, në radhët tona ka edhe njerëz që nuk e mësojnë niyetin, nuk e vendosin atë, thjesht ngrisin duar dhe hinë në namaz. A nuk është me e bukur të thuash, vendosa për Allahun të fal namazin e sabat në kohën e tij, duke u kthyer ka kibla, Allahu Ekber. Është me e bukur dhe le të flas kush të doj dhe të polemizoj kush të doj, por jo me mua dhe me ne që më shumë se 5 shekuj falim saktë dhe ruajmë besimin në këtë vend, në kufi të lindjes dhe perëndimit. Niyeti përmbyllet me tekbirin fillestar, Allahu Ekber, dhe namazi plotësohet me kushtet, ruknet dhe farzet e tij, qiyam, qiraat, rukuh, sejdë dhe ulje e fundit. Nga amantu billahi deri te assalamu alaikum wa rahmatullah janë 33 kushte. Muslimani duhet t'i di dhe t'i jetoj. Dikur shumë kohë më parë nuk mund të hinte në martesë pa i ditur dhe pa qenë i pyetur nga hoxha për njohuritë e kushteve. Si do të hish në martesë nëse nuk di çfarë është abdesi, gusli dhe tejmumi? Si do të jetosh nëse nuk i di kushtet e imanit dhe të islamit? Si do të shkosh në ahiret nëse nuk i di kushtet dhe nuk falesh? O Zot lartë madhëruar, ndihmo çdo musliman që të mësoj dhe të jetoj kushtet e fesë së tij. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.